Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Këtë radhë do të fokusohemi tek shifrat e krimit, tek transparenca, do të kemi një tjetër minutazh, një tjetër bisedë interesante. Ka pasur në fakt një përplasje mes qeverisë dhe opozitës pas shifrave të bëra publike nga ministri i Brendshëm zoti Tahiri, ka pasur një kundërpërgjigje duke akuzuar qeverinë se nuk po jep shifrat e sakta. Kjo mungesë transparence na bën që kemi të thellohemi pak më shumë dhe bëjmë ndoshta një krahasim mes Shqipërisë edhe një vendi tjetër të botës. E si mund të mungonte, si mund të mos mungonte kolegu Spartak Koka. Përshëndetje Spartak. Le të themi kemi një problematikë e cila vijon në Republikën e Shqipërisë, çështja e transparencës për shifrat, çështja e fokusimit të çdo partie politike në opozitë, por edhe partive të cilat drejtojnë Ministrinë e Brendshëm tek statistikat. Besoj se tashmë ka ardhur koha për shkak të teknologjisë që të kemi një përqasje të re, sepse del ministri Tahiri dhe jep disa statistika të përmbledhura, buletine mujore të cilat japin shifra të përmbledhura për vrasje, vjedhje, për aksidentet rrugore, por nuk kemi saktësime, specifikime. E njëjta problematika ndodhur edhe në kohën kur ministrinë drejtonte. Specifikime, saktësime. Do të thotë, unë do ta shpjegoj, edhe në kohën e zotit Flamur Noga, trumbetoheshe statistika ul krimi me 3%, ulën vrasjet me 2%. Po fundja fare e gjithë situata e kriminalitetit ka të bëjë me jetën e përditshme qytetarëve dhe të gjithë atyre personat të cilët e gjejnë aksesin e policisë realisht dhe them për specifikime kemi të bëjmë me këto, me minjiharët e cila përdoret rëndom në websajtet e policive të vendeve të Bashkimit Evropian apo vendeve të Amerikës. Kjo që kemi pas, përfundërisht është një crime mapping dhe një hartë e krimit e Los Angelesit. Po, bravo, e rrugëve kryesore. Kemi edhe të Londrës. E paraqet kështu. Këtu jemi po të hysh në... Pra, çdo qytetar amerikan sot, ose londinez, mund të ketë mundësinë që në rrugën ku banon, të evidentoj, ose në qytetin e tij të evidentoj se sa krime ndodhin në ditë. Dhe tashmë aty evidentohen të gjithë, jo të gjithë veprat penale, po të gjithë ato vepra penale të cilat kanë ndjeshmëri më të lartë për publikun, siç janë vrasjet, vjedhjet, grabitjet e pronës, grabitjet e makinave. Ta shpjegojmë qartë për publikun. Kjo hartë me ato ikona është e jep policia. Policia jep një transparent të plot. Çdo lloj krimi ka një ikonë të veçantë. Për shembull, nëse shkojmë ta shohim edhe një herë, regjia ju lutem. Po na ndihmonte regjia më përpara duke vënë kursorin. Aty ku vjet kursori ka çdo ikonë tregon një gjë. Pra sulm tregon vrasje, përdhunim, janë 7 karakteristika. Grabitja është ajo. Vrasja, përdhunime, sulmet e provokuara, grabitjet, vjedhjet e tjera të cilat janë të një karakteri më të thjeshtë, vjedhjet e automjeteve dhe dhuna në familje. Pra këto janë 7 prej karakteristikave kryesore të cilat janë përqendruar policit. Po të shohim edhe policia e Romës, edhe policia e Londrës, edhe policia suedeze ka të implementuar në strategjinë e saj, dhe tashmë sfida për çështjen e transparencës i mbetet Ministrisë së Brendshme. Ne po japim një ide se si mund të bëhet më e specifikuar transparenca, ku dhe as opozita mos të ketë, le të themi, më dyshje për sa i përket transparencës dhe këtyre statistikave të cilat janë generaliste dhe nuk bëjnë specifikime të caktuar, ndërkohë nga ana tjetër me këtë crime mapping kemi mbrojtjen e të dhënave personale, sepse mund të fokusohemi dhe të tregojmë se aty evidentohet për shembull një krim i cili ndodh në një rrugë të caktuar, por duke ruajtur anonimatin e personit i cili ka bërë kallëzimin penal në polici, ka bërë kallëzimin dhe këtu kemi të bëjmë edhe transparencën. Sa merr qytetari nëpërmjet internetit mund të marrë vesh nëse ngjarja për cilën ai është përfshirë si viktim, a është marrë në konsiderat nga policia apo jo. Ndërkohë nga ana tjetër, të dhëna të tilla si kjo nuk shërbejnë vetëm për qytetarët dhe për statistikat, i shërbejnë biznesit, real estate, njerëzit që shesin japin shtëpi me qera, bazohen mbi këto gjëra. Bizneset për të hapur dyqane të çfarë lloji dhe ku në cilën zonë bazohen mbi këto lloj zonash. Pikërisht është kjo strategji të cilën policitë e vendeve partnere e implementojnë që nga viti 2005 dhe veçanërisht në vitin 2007 ka pasur një shprehje të madhe, le të themi, në policitë e vendeve europiane por dhe amerikane, sepse ka të bëjë me interaktivitetin e qytetarëve, sa i përfshirë është qytetari. Kemi mundësinë teknikisht ta realizojmë
diçka të Është tillë? tërësisht e realizueshme, Në policia djenin tuaj, policia jonë është përpjekur të realizoj këtë dhe nuk ka mundur, apo nuk e ka iden fare që ekziston edhe kjo mënyrë transparence? Policia ka një farë ide të tillë, por le të themi me specifikime të tilla nuk besoj se ka arritur të implementojë deri në ditët e sotme. Për herë të parë, le të themi sistemi i hedhjes të dhënave digjitale është përdorur në vitin 2001. Ka bërë një studim një nga ish drejtuesit e policisë së shtetit, pra nuk është e njohur për mbrojtjen e gradës, zoti Edmond Rizaj, i cili le të themi sot është në një strukturë tjetër, studimeve strategjike në vitin 2009, një studim i cili është publikuar dhe është bërë me dije për media edhe në 2011 dhe në 2012. Le të themi aty ku jepen edhe disa të dhëna se si mund të shkohet drejt këtij digitalizimi dhe kësaj harde e cila mund të realizohet që oficerët e policisë të cilët marrin kallëzime të caktuar dhe oficerët të cilët hedhin informacionin në rrjet të bëjnë të mundur evidentimin e krimit në rrugën, për shembull rrugën Myslimshyri. Sot ne nuk dimë se kush janë zonat më të nxehta në Tiranë për vjedhje, cilat janë zonat më të nxehta, pikat e nxehta për le të themi për grabitjen e makinave. Dimë që është zona e freskut ku aty ku ka ndodhur le të themi në 4 vitet e fundit numri më i madh i grabitjeve, por nuk kemi statistikë të qartë se le të themi kjo zonë është zonë e frekuentuar nga kriminalët dhe duke bërë Ndërkohë që kjo art tregon apo jo edhe zonat absolutisht këtu tregon se sa krime kanë ndodhur brenda një jave dhe në filan zonë. Po, në filan zonë është me rrugë të caktuar dhe ti e din se në një rrugë të caktuar kur ka ndodhur 5 vjedhje në darkë ose paradite, ti ndryshon rrugë dhe mund të kalosh në një rrugë tjetër. Kjo ka të bëjë me normën e sigurisë ndaj qytetarëve. Dhe e them këtë edhe le të themi nisem edhe nga deklarata më e fundit e ministrit brendshëm Sajmir Tahiri, i cili le të themi i pyetur për ngjarjen e ndodhur në një qendër tregtare, foli për kapacitetin e publikut për të bashkëpunuar me policinë. Regjia është pikërisht atje, Spartak mund ta lidhësh me këtë që po shohim në website-in e Departamentit të Policisë të Los Angelesit. Pra këtu kemi si të zgjidhet një krim, solve a crime. Policia në këtë rast kemi të bëjmë një grabitje të ndodhur, kjo është video e dytë, po video i cila i ndodhur më parë, një grabitje të ndodhur në një qendër tregtare. E ngjashme me një grabitje le të themi si ajo që ndodhur në 24 dhjetor në Tiranë, ku policia jep të dhëna të caktuara në mënyrë që publiku, duke parë kamerat e sigurisë, të arrijë të evidentojë elemente të cilët mund ta bëjnë publiku të dyshojë në persona të caktuar të cilët i ndesh në jetën e përditshme, pasi këta kriminal, këta grabitës të cilët 4 persona kryen grabitje janë qytetarë të cilët jetojnë mes nesh. Por vetë policia nxjerr online pamjet e kamerave të sigurisë dhe çdo dhënë tjetër që ka që mund të ndihmojë një qytetar që t'japi informacion dhe ai. Por që në Shqipëri këtë punë e bën media apo jo? Po, me zor. Media është ajo që publikon po me zor. Me zor, ka ndodhur në rastin e Viktor Gushës, ku gazeta shqiptare arriti të vidhte le të themi një foto nga kamerat e sigurisë së marrë nga banka, grabitësi serial i cili kishte vrarë edhe një argëtar, u publikua foto në mëngjes, në pasdite, pasi u publikua foto dhe nga News 24 dhe nga gazeta shqiptare, u bë e mundur që qytetarët ndryshëm të telefononin që ky person i dyshuar jetonte pranë banesave të tyre. Në këtë kohë policia arriti, arrestoi personin, sekuestroi në shtëpi armë krimi, sekuestroi gjurmë të tjera të cilat ishin të vlefshme për grupin hetimor. Dhe në këtë rast, le të themi policia mund ta bëjë këtë. Edhe në rastin e arratisjes nga burgu i Drenovës, apo jo duar shumë që siguronin fotot i publikonin ato dhe të... Fotot kanë dalë me shumë vonesë në rastin e grabitjes Drenovës dhe besoj një interaktivitet i tillë. Tashmë jemi në epokën e teknologjisë digjitale dhe tashmë policia duhet i përshtatet këtij trendi. Është një sfidë të cilën ministri Tahiri duhet ta marrë përsipër edhe për opinionin publik, edhe për treguar se realisht ka ardhur për të dhënë një ndryshim i cili është i ndjeshëm për opinionin publik. Nuk ka qenë një menaxhim i tillë i strukturave të policisë, por tashmë është mundësia që gjithë secili prej nesh ketë mundësi të aksesojë internetin. Ne kemi sot në sajtet e policive perëndimore mund të bëhet dhe raportimi i krimit nëpërmjet Facebookut apo formave të tjera të komunikimit elektronik, të cilat ta aksesojnë më shpejt mundësinë që ti të raportosh, sepse në rast se ti je në një grabitje ose një vjedhje në një autobus ku ti mund të bësh shprehje krimit,
nuk mund të marrësh dot në telefon policinë dhe të raportosh. Ti mund të dërgosh një SMS ose dhe informon strukturat e policisë. Këtu kemi edhe një problem tjetër, sepse duhet kemi edhe sankcionime ligjore për gjithë ata personat të cilët bëjnë kallëzime të rreme dhe japin dëshmi të cilat kompromentojnë punën e policisë në raport me interaktivitetin dhe një ndërhyrje sa më të shpejt ndaj tyre edhe për ta, sepse edhe për gjobat një problem tjetër është sot mos digitalizimi i gjobës dhe hedhja në sistem me vonesë. Pra kemi sot një sistem teknologjik në policinë e shtetit, i cili është në nivele shumë për të dëshëruar. Krimi avancon dhe është në nivele shumë më të larta, le të themi, të sofistikimit të tij, raport me policinë. Kjo është dhe një kërkesë e partnerëve ndërkombëtar, e programit të CITAB-it, por dhe të PAMEK-ës, të cilat edhe në vitin 2002, paktën edhe sipas studimit, edhe vitin 2007 kanë inkurajuar me fonde të ndryshme digitalizimin e informacionit kriminal, në mënyrë që të kemi edhe një menaxhim më efikas të strukturave të policisë. Kemi disa programe sot të hedhjes së të dhënave, sistemi TIMS, sistemi MEMEX, janë dhe sistemet tjera të klasifikuara për informacionin kriminal për çështje të caktuara. Me këto informacione të cilat mund të hidhen në këto sisteme, mund të bëhet shumë mirë dhe me një kosto shumë të ulët, le të themi një transparencë plot. Këto të dhëna hidhen në policitë e vendeve perëndimore një herë në 2 ditë dhe ti pas 2 ditësh di se realisht në rrugën ku ti banon ka ndodhur një krim. Se fakti të nxjerrim vetëm të dhëna dhe ngjarje nga televizioni është një procedurë standarde e policisë shqiptare që po se mori vesh media nuk do ta marrë vesh opinioni publik dhe po nuk doli, nuk ndodhi, nuk është kjo mënyra e përqasjes ndaj të dhënave statistikës dhe kriminalitetit. Kemi patur gjithmonë kompleksin e drejtuesve të policisë në gjithë këto vite, në 20 vitet e fundit, të fshehjes së kriminalitetit, të uljes së statistikave. Vetëm sipas studimit, vetëm në vitin 1991 kishim rreth 11.000 krime të ndodhura në vitin 1991 dhe rezulton në vitin 2002 me 5.000 krime më pak. Pastaj partnerët ndërkombëtar kërkonin që të uleshe numri i strukturave të policisë, me këtë numër të ulët, kriminaliteti duhet të minimizohesh edhe struktura e policisë, ndërsa standardi në vendet në Berlin, për shembull, ishte 4 fishi i krimit i cili në raport me numrin e popullsisë ndodhte në Shqipëri. A kemi të bëjmë ne me një fshehje të dhëna? Po, sepse për të arritur suksesin normalisht janë përdorur elemente të tillë. Le të themi, më mirë është të kemi një evidentim të saktë, të dimë se si ti përqasemi edhe krime dhe se sa struktura do na duhen realisht të dimë se sa struktura. Sot kemi krime në Tiranë të cilat nuk denoncohen. Vjedhen autobuse, vjedhen portofolje të cilët qytetarët nuk marrin guximin sepse e kanë humbur besimin se për një portofol do të angazhohet strukturat e policisë. Dhe them, kjo mënyrë, edhe në raport, edhe me shkollat, edhe në raport me sigurinë në shkolla, edhe në raport le të themi me informacionin i cili duhet të jetë i aksesueshëm nga qytetarët. Kemi të bëjmë edhe me alarmet online, cilat çdo qytetar dhe person i cili le të themi jep alarme false në shkolla duhet mbaj përgjegjësi, por ama sistemi i sigurisë dhe lidhja e sistemit të sigurisë me shkollat, veçanërisht ku patëm dhe ngjarjen e fundit në Durrës, duhet të tregoj edhe një nivel performance më të madhe, le të themi, në përqasje ndaj teknologjisë dhe informacionit strukturave të policisë dhe përdorjes kamerave sigurisë apo elementeve të tjerë të cilët do ta bënin monitorimin e sidomos në zonat të largëta, do ta bënin më efikas, pasi kemi sot një numër policie shumë më të ulët se sa edhe vendet e rajonit jo më normativa e Bashkimit Evropian e cila Mirë. Spartak, uroj që nëse nuk na ka ndjekur vetë ministri Tahiri për shkak të angazhimeve, të na kenë ndjekur ata që ja përcjellin lajmin. Ne dham një version sot i cili shpresoj të ndihmojë strukturave të policisë me një fond, me që edhe buxheti për policinë e shtetit është rritur dhe për ministrinë e brendshme, le të përfshinë në buxhetin vjetor një shumë le të themi modeste për buxhetin e policisë në investime teknologjike, në mënyrë që edhe qytetarët të jenë më pranë policisë, por edhe më pranë zgjidhjes problematikave të tyre, duke rritur kësaj dhe besimin e policisë tek qytetari dhe qytetarit tek policia. Ka qenë nga angazhimet kryesore të qeverisë Rama, transparenca me statistikat. Nuk po shikojmë këtë, sepse po shikojmë vetëm këtë luftën e shifrave. Zoti Tahiri kur ishte në opozitë, le të themi i kritikonte këto shifra të cilat
opozita nuk kishte mundësi t'i verifikonte sa transparente ishin. Sot ka rënë në bumerang ku ai po përdor sot statistikat për treguar. Statistikat janë të rëndësishme, por le të themi këto statistika dhe transparenca lidhur me këto statistika dhe më dyshim që mund të ketë opozita apo persona të tjerë, le të themi duhet ta bëjnë që të ketë një përqasje të re ndaj qytetarit, por edhe të dhënave të cilat duhet që jo vetëm media mos t'i marrin me vështirësi, po çdo qytetar t'i aksesojë. Faleminderit Spartak Koka, që Faleminderit ishte sërish në studio. Faleminderit.